se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes. Si të kam sot? Në më të mirën e mundshme. Na kënaqe dje. Dje kishte një promovim të bukur të këndshëm, elegant, me klas, të librit ashtë, edhe Albana na mblodhi aty, treguam histori poezish, folëm për poezinë, për pasionet. Ishte një mbrëmje bukur, faleminderit. Unë faleminderit sepse unë do ta theksoj. Ishte vërtet një promovim, po ishte një promovim me njerëzit e mi që unë i quaj të familjes. Ishim tek ashti i Albanës. Dhe tek ashti, sepse dhe vetë Rrezja është një asht. Pak të boshtin djellor, ne nuk kemi se ku shkojmë. Dhe jo më kot, ajo e djeshtme jam kishte Rreze. Kisha kënaqësi, pra ishte viti në nësime dhe unë isha e gëzuar. Unë i falenderoj, shumë falenderoj të gjithë njerëzit që ishin dje. Një ndërthurje bukur mes përdero. Një ditë përkujtimore dhe një promovimi gjithashtu. Po, edhe, e lë me kaq sepse edhe besoj se sot do të shkëlqej, sepse kam shumë energji nga dje. Nga dje nga sot, që të shkëlqej me këtë recet nuk shkëlqej njeri, do gënjem. Por, që të mbushi oreksin ton, vërtet e mbush, sepse si Briami nuk ka. Janë perimet e stinës. Që emri të bukur që ka kjo recet? Briam, po. Mos e ngatroni Briam me Biriam. Biriami është ai orizi me pull. Po, është orizi me pull. Kurse, këtë tjetra është thjesht me perime që kam patlıcan, patate të prera në kubik të mëdhenj, kunguj, domate, qep, dhe normalisht radha i erdhi qepës, kungullin. Që pak produktet unë fillimisht? Yll fare. Çfarë të mban receta, çfarë përbërësish, perimesh ju duhen në tryez, pse jo, nëse i keni gati, mund ta gatojmë edhe së bashku, se me sa shoh janë produkte perime të cilat i kemi të sezonit dhe i kemi në frigorifer. Na duhet për briamin e sotëm, na duhen patlıcan, cilat Albana i ka vendosur në tasin me ujë, domate, pomodor, kunguj, kemi patate, qep, krip, piper të zi, hudhra, dhe erza nga më të ndryshmet, nenexhik, borzilok, të thatë të grirë, majdanoz, pak vaj ulliri, pak ujë, krip, piper i zi. Kjo është receta e briamit me perime. I kemi lexuar dhe ne do të tregojmë hap pas hapi procesin si do të gatuhet kjo recet. Një recet e thjeshtë, ban perime, kështu që ku ka perime, ne jemi gati që ta shijojmë. Spec, direkt shkova në për erzat, pakës fare spec të kuq pluhur. Shtoj borzilok dhe shiko ku e ka vendosur dhe borzilokun, se normalisht disa erza janë të njëjta dhe prandaj vendos borzilokun. Të nuhasim, i vendosim një etiket. Fillojmë pas, opa, qetësi. Masën e piperit. Sërish kam erza të tjera që vërtet i duan sepse duhet ketë aroma e fuqishme. Shtoj masën e kripës dhe i lë desa të pres të tjera. Të çlirojmë pak aromat. Po, të çlirohen aromat. Erzave që shtuam. Kungullin tjetër. Dal këtu që të pra në kubik mesatar. Mos harroni furrën e parangrohur në sa? Pa tjetër, 220 në varësi të shtoj. Domaten gjysëm. Kam një pomodor të një cilësie tjetër. Është një madhësi më e madhe. Pa tjetër. Nuk quhet domate qërshi. Kjo tamam pomodorin, se domate qërshi duket sikur i themi hetyre më të vocklet. Ato po, prandaj është shtoj thelpit e hudrës, të prera, në fetza. Përse nuk kam vendosur të fresta, sepse do të kaloj në proces termik. Të gjitha i largoj këtu dhe mere. Do t'i kullojmë tani patlıxhanët.
Edhe patatet, cilat janë vendosur në ujë. I kam vendosur në ujë dhe në ujë të vakët, jo në ujë të ftohtë, në ujë të vakët për të krijuar atë zbutjen. Normalisht, disa perime bëhen më shpejt. Vendoseni në vazo me ujë, i bën shumë mirë. Për që sjarët e diçka, jo pa qëllim kam edhe këtë patlıxhanin. Në momente ka shumë patlıxhan të tillë që janë me fara të tilla. Po se do të bëjmë, do t'i hedhim, kemi dhe ekonominë e xhepit. Patjetër me perimet e tjera nuk do t'i duket shija pak më e idhët, sepse farat e zeza i japin një idhësi gatimit. Pra, duke bërë me përzierjen e perimeve të tjera, do eliminohet ajo idhësia, sepse unë do t'i shtoj të gjitha këto erza. Qartë. Ja, në shek të ujin. Ujrat, njëra më erët se tjetra, njëra me amidonin e patates, tjetra me ngjyrën erët të patlıxhanit. Tani kemi gati që të Nikin e vërtet i kemi gati, por a mundesh të më marrësh atë tavën e baltës së lutem? Se procesin do ta ngadalsojmë. Po, do të shtoj një gotë ujë. E gjithë kjo që është. Po si mund të ri unë pa shtuar vajnë? Pra që të shkoj vërtet? E më mos mendoni se vajnë ullirit kam shkuar i kam marrë kokrat nga pema e ullirit, jo. Sepse të tilla vinë, ke një limon në frigorifer? Kemi, patjetër. Asnjëherë nuk mungon. Bëj një përzierje të duhur. Avash, derisa unë të kem mundësinë që të gjitha këto lëngje të përzihen mirë. Vaj ullirit. Shiko tani, mora një limon. Jo për t'ja shtuar, se nuk i shkon se i dhëron besoj, ma afro pak vajin e ullirit. Mora një vaj ulliri thash dhe një limon, për të treguar se që në kohët e lashta, tek mençuria e gjyshëve dhe gjysheve tona, vaj ulliri kombinuar me limonin është një detoks dhe një tonifikues shumë i mirë për mëlçin, një pastrues shumë i mirë. Pra, në momentin që ne vendosim të kujdesemi për veten tonë, për sistemin tretës, për mëlçin e ngarkuar, së të mos nëse një ditë më përpara e kemi tepruar, siç e tepruam edhe neve dje, kështu që sot do të përgatis pra një tonik shumë të mirë për mëlçin, për pastrimin e trupit. Një limon, limonat janë të freskët, tani me aromën fantastike të tyre. Duket lëkura e holl, shifeni sa lëng që kanë një herë. Pastaj të freskët akoma më shumë kemi vajin e ullirit ekstra të virgjër nga Pema, një kompani siç e thash që është në treg që prej më shumë se një viti, pra shumë i ri në treg, po sjell një cilësi të vajit të ullirit, cilësi të parë të ekstra vaj ullirit ekstra të virgjër nga ullinjt e jugut. Është koha tani e vajit të ullirit, secili kujdeset për të marrë në shtëpitë e tyre sasi të caktuara vaj ulliri, që t'i ketë për gjatë gjithë dimri derisa të vi, sepse aq e ka kohën në fakt që të marrësh dhe të kesh një vaj ulliri cilësor, duhet të zgjedhësh atë më të mirin dhe tash janë disa tregues, si te nuhatja, si te kshia, si tek ngjyra, si tek ambalazhimi në qelç dhe në qelç të errët. Më pëlqen shumë ambalazhimi që ka zgjedhur Pema faktikisht, se na siguron që vaji të ketë të vruajë të gjitha vlerat e tij deri në fund të përfundimit të shishës, siç ne kemi shfrytëzuar deri më tani. Pra po thoja, një bashkim unë po bëj për të dyja, se ndoshta është dhe më tepër. Një limon të shtrydhur edhe vajin e ullirit, kur e kemi gjithmonë të një cilësie të mirë, siç është cilësia jon Pema, një luk për ta trazuar dhe një luk të voçkël. Është një mënyrë shumë e mirë. Esoll për ta nisur esoll ditën. Një vaj ulliri, një luk vaj ulliri për çdo grua është shumë e mirë për të parandaluar tumoret, kancerin e gjirit sigurisht. Është dhe kjo nuk është se e them unë, thonë ekspertë. Sille filxhanin vra për gjend. Sille me filxhanin. Urdhra, ta kam bërë gati. Edhe dëgjoj, edhe s'kam pirë as kafe sot, që kështu. Në fund fare me të përfunduar. Sa dhim çur është jeta, jo një luk, po një filxhan duam. Sidomos vetëm kur dëgjojnë që të bën mirë, pastron mëlçin.
ti ndje shumë mirë për e konsumon. Po, sepse nuk ka atë aromën e vajut ullirit. Mos harroni që vaji ullirit nuk është vetëm ka për skuqje, ka për sallat, ka dhe për ëmbëlsira, po. Është edhe bluarja, sepse disa mollin që janë akoma më të mirë e bëjnë bluari me bërtham. Kalon në filtra, nuk u dhe sa gjë tjetër. Por kjo është vërtet gjë tjetër. Absolutisht. Antioksiduesi më i mirë. Unë e përgatis tjetrën time më vonë, po një filxhan të tërë të dash. Një shot vogël është mjaftueshëm çdo mëngjes sesëll për ta konsumuar dhe do të kuptoni që nga dita në ditë do të ndjeni më mirë. Do të themu që ndjehem më mirë, nuk them që ndjehem më mirë sepse nuk e di, por di që ka një shije të veçantë. Ka nevojë të pastrohet nga ushqimet që konsumojmë, të lumshin duart, nga jeta që bëjmë, nga jeta sedentare. Do ta nisim që tani me këtë pastrimin e mëlçisë duke bërë këtë kombinimin e mrekullueshëm në fakt, duke ditur vlerat edhe limonit edhe vajit ullirit, bashkimi i tyre është perfekt për pastruar trupin e organizmin dhe nuk është i rënd. Vaji nuk është i rënd. Një lug vaj ulliri, se unë bëra për të dyja, një gjysmë limoni edhe jemi në rregull. Një lug vaj ulliri dhe gjysmë limoni, nuk një me një apo një me një gjysmë limoni, një lug vaj ulliri. Shiko, njësia matës është syri, sa ta më pranon të trupi esët që në mëngjes. Pastaj vazhdon mëngjesi dhe më radhë gjërat e tjera. Të lumshin duart. Dhe i kam tamam, po, shumë mirë është edhe vaj këtu. Kjo që shikon nuk është vaj tepër të, këtu është lëngu që do përthithin. E vendos të gjithë të mas në tepsin ton, në tavën ton të baltës, sepse ajo pjekja e nga dalt, i zbut ashtu si shduhet dhe i ruan vlerat e perimeve. Ja, nuk do ta vendos kështu, do t'i vë një letër që të kem pjekjen e duhur, dhe në moment që zbuten, atëherë unë i heq letrën për të marrë vetëm atë ngjyrën e pakët, jo ngjyrën e theksuar. Me ngjyrën e theksuar ne kemi humbur çdo vlerë. Do thoni ju Albana humb vlerat kështu? Normalisht vlerat që janë për të qëndruar në perime do qëndrojnë. Vlerat që do të marrim ne në organizëm do t'i marrim patjetër. Dhe në furrë, jo, nuk do ta çoj në furrë. Momenti është të vendoset tava në furrë.